në të krejt traditën politike të PDK-s nuk ka ndodhur asnjëherë që të mos respektohen vendimet e gjykatës kushtetuese, prandaj mund të them këtu në emër të Partisë Demokratike që çdo vendim i gjykatës kushtetuese do të respektohet. Njerëzit janë të lirë të bëjnë komentet e tyre, por politikanët nuk mund të bëjnë komente për vendimet gjyqësore, ato vetëm duhet të zbatohen. Kjo është një çështje që do ta shohim si do të vijojë procedura, por vendimet e gjykatës kushtetuese duhet respektohen. Ju e dini që mbarvajtja e seancës konstituive e zgjedhjes nënkryetarëve të kuvendit nga minoritetet, po dhe shqiptar, udhëhiqet nga kryetari i kuvendit, që në këtë rast është nga lëvizja vendosur dhe do të jetë prapë nëse do të zgjidhet, kështu që është kompetencë e kryetarit të kuvendit ta ekzekutojë vendimin gjyqësor të gjykatës kushtetuese në përpikëri.